reja të jashtëzakonshme tek të cilat po shkojmë si duket të gjithë. Ju faleminderit gjithëve. Rodhën e ko përfaqësuesi i subjektit politik Lista Sërbe. Hvala predsjedavajući. Poštovani, u prethodnom periodu vlade Kurti 1 i Kurti 2 doneli ste stotine odluka protiv interesa srpskog naroda. I ne samo protiv srpskog naroda. Vi niste doneli nijednu dobru odluku ni za albanski narod. I zato što ste prošli na izborima kako ste prošli. Mi ne želimo da učestvujemo u ovoj diskusiji, želimo da dođe do glasanja, a da pošaljemo jasnu poruku da sva ona kršenja prava srpskog naroda su razlog tome da mi ne možemo i nećemo podržati ovakvu vladu. Hvala. Rodhën e ko përfaqësuesi i grupit parlamentar Al-Kanisma, kush flet? Deputeti Ramush Haradinaj, fjalën i lutem regjia. Të nderuar deputet, nderuar korp diplomatik, media, dashur qytetar të Kosovës. Ne sot kemi ardhur të kryejmë detyrën tonë të deputetit, për që dhe ne jemi kritikuar gjatë tyre muajve nga të gjithë. Ne ndëgjuam një shpjegim të deputetit që ka marrë të drejten me i dhënë vendit qeverin tani dhe zyrtarisht nga presidentja, e pam që është një lloj shfaqësimi për gjendjen e vendit, për problemet që ka vendi, kuptohet ka mujt mu shfaqësu edhe i grim ma shumë, me shpjegu pak edhe pse jemi në sanksione, pse na është ndalu dialogu strategjik, pse çmimi i energjisë është rrit kaq shumë, e kem probleme në prodhim. Kjo listë ka mujtë me qenë e gjatë. Tani edhe ne, si Aleancë, nuk dëshirojmë, pra nuk e shohim të rrugës të rendit, që të debatojmë për një program qeverisës, të një qeveri januare, sepse nuk në dha. Nuk kemi asnjë material me shkrim të ndonjë programe qeverisës për vitet që vijnë, që është praktikë e zakonshme, pa shihet që deputeti që u paraqit në emër të shumicës nuk ka program qeverisës fare, nuk është nda deputetëve të paktën me pa dikush. Në ato premtimet që i tha se pagën minimale 500 euro, pensionet, lehonat dhe disa premtime tjera, nëse vim qeveri në opozita, do t'i përmbushim pak më mirë. Njëkohësisht, edhe investimet në sigurie, mbrojtje do t'i rritim më shumë, kuptohet në rend e ligj nuk dojmë me u bë me të korruptumt, po me prokurorin, me misionet e drejtësisë, me dorën ka atyne, për fund i nderuar deputet që u paraqitet këtu në emër të shumicës, më viti pak kjo arsyeja pse e çeke luftën hibride sot. Don pas kaq vitesh ti në këtë foltore, për mendimin tim i nderuar, ti je produkti i luftës hibride të armëqve tonë, pra ty të kanë kriju, ti ke ushqyer këtë luftë hibride në këtë vend, në vazhdimsi, ti ke punu sistematikisht me diskreditu çdo vlerë të vendi, disa për cilëve dhe i vunë pasojat sot e drejtësisë ndërkombëtare, disa më herët, dhe si i tillë një ditë, po, është e vërtet, lufta hibride e han ato, i cili e ka ushqyer atë luftë, e tash të ka ardhur radha, besoj edhe ty, të uroj sukses. Rodhën e ko grupi multietnik, flet deputeti Elbert Krasniqi. I nderuar kryetari i Kuvendit, të nderuar deputet, të nderuar qytetar,
grupi multietnik i përbërë prej 8